Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndaluar edhe njëherë tek çifti Eli, Luizi dhe Kiara, dyshja që në fakt vazhdojnë të mbajnë trofeun e dashurisë së publikut. Që në momentin kur Luizi dhe Kiara u bën pjesë e spektaklit më të ndjekur dhe këtë duhet ta potencojmë, Big Brother i filloi që të ketë shikueshmëri, që të ketë ndjekje që në momentin kur Luizeli u bë pjesë e atij spektakli, sepse ka qenë një format më herët, por nuk e ka patur rëndësinë, nuk e ka patur shikueshmërinë dhe nuk e ka patur ndjekjen që kishte formati në kohën e Luiz Elit. Dhe posaçërisht, marrëdhënia e Luizit edhe Kiarës e bën publikun që edhe më shumë të lidhen shpirtërisht me Big Brotherin dhe të kërkojnë më shumë nga formati Big Brother. Në qoftë se tani më të tjerët janë të suksesshëm në këtë reality show, të gjithë këtë sukses e kanë fal lojës që krijoi Luizi, që e bëri publikun që ta dashurojë këtë format dhe ta ndjek 24/7. Por Big Brotheri për Luizin nuk është se përfundoi brenda asaj shtëpie. Luizi ka ditur të bëj Big Brother edhe në Instagramin e tij, të na dhurojë momente të bukura, të na dhurojë momente private me Kiarën, me vajzën, momente nga udhëtimet, nga pushimet, por edhe nga profesioni i tij. Luizeli tashmë ka qenë pak më i qetë këto ditë, në fakt, ndryshe nga ditët e tjera, që ka qenë shumë dinamik, që ka qenë shumë prezent tek publiku. Nuk është se ka qenë shumë aktiv në Instagram, gjithashtu edhe Kiara, sepse kanë përzgjedhur që këtë periudhë, këtë kohë, do të thënë periudhën para angazhimeve të sezonit të plot veror, sepse akoma nuk ka ardhur ai sezoni i koncerteve, i mbrëmjeve, sepse tashmë vëllezërit, motrat tona në mërgim po kthehen këto ditë dhe akoma nuk kanë filluar partit siç duhet, Luizi dhe Kiara kanë vendosur që momentet e tyre t'i kalojnë nëpër Shqipërinë e bukur, të udhtojnë nëpër destinacione të ndryshme të Shqipërisë, të kalojnë momente të bukura me lunën dhe të shijojnë ajrin e pastër që kanë edhe malet e pastërta të Shqipërisë, do me thënë malet e bekuara që ne i kemi. U përfol një herë, do me thënë, për një shtatzani të mundshme, më falni, të Kiarës, por edhe në anën tjetër për një projekt gjigant të Luizit, do me thënë 5 këngë të cilat në fakt Luizi vet i premtoi. Publiku është në siklet të madh se kur do të vinë këta këngë dhe a do të vinë këta këngë. Tani, ajo që në fakt është premtuar nga Luizi, asnjëherë nuk ka mbetur pezull. Luizi nuk bën diçka që, do me thënë, nuk bën atë që ai nuk e premton. Luizi bën gjithmonë ato gjëra që i premton. Për të premtuar Luizi një gjë, me patjetër që realizimi është i garantuar. Luizi këngët i ka punuar, i ka përfunduar dhe do të vi momenti që do t'i lançoj të gjitha në kanalin e tij zyrtar në YouTube. Do me thënë janë 5 projekte të cilat janë me 5 ngjyra të ndryshme. Do me thënë kanë 5 botë artesh brenda vetes. Luizi po mundohet që të jetë në të gjitha format e publiku, edhe pse në fakt nuk e ka të lehtë, ka patur shumë goditje, ka patur shumë momente të vështira, ka patur shumë çaste ku Luizi, do me thënë, është dashur që të ballafaqohet me një urrejtje të madhe që të tjerët e kanë për të dhe realisht nuk e kuptoj akoma ku është pika e xhelozisë së Luizit, ndoshta është vetëm suksesi i tij. Luizi nuk ka ndaluar së punuari, do me thënë do të vinë projektet, por njëkohësisht duhet të mos harrojmë që premiera e filmit të Luizit dhe Kiarës po jepet akoma, që kjo në fakt po ndodhen për herë të parë në historinë e filmit që një film të ketë një premierë kaq të gjatë dhe kaq të shpeshtë, se pothuajse premiera është në çdo javë diku. Edhe pse janë bërë të plota 3 muaj që nga momenti kur është lançuar filmi Loja e fundit nga Kiara dhe nga Luizi, dëshira e madhe e shqiptarëve për ta parë këtë film është e jashtëzakonshme. Unë e di që edhe Luizi dhe Kiara duan më të ndalojnë me premierën, sepse kanë plane të tjera për të sjellë te publiku, por dashuria e shqiptarëve, ajo dëshira e madhe që kanë ta shohin çiftin për të qenë pranë çiftit, për të shijuar sukseset e tyre, e bëjnë që të jenë të kërkuar kudo. Mos harrojmë, shtatorin na pret shumë më fuqishëm me çiftin më të dashur shqiptar.